intervistat e Ismail Kadares, gjeniu të letrave shqipe, të një analisti briljant, të politikave, të një njeriu që ka pas shije shumë të hollë për kulturën, për artin, për të bukurën, janë tepër pak të shikuar në YouTube. Jo tepër pak, unë e kam bë. Shikoj intervistat e Ismail Kadares, nuk arrin ndoshta asnjëna mbi 40.000 klikime. Për intervista ndërkohë e keni idiot TikTokut që ka 1 milion shikime. Për intervista më të rralla, se të edhen që ai nuk ka dal me vjet në për intervista kur e ka pas, u reklam, po më duket klauni e ka pas. Kjo puni ka para 70 vjet, 80 vjet. Jo, a disha e paçi në Facebook u ka një farë krahasimi që i ka pas 25-30 vet online të i këshyr. Atë njëjtën kohë bëj keni diçka që si budallakie ka një kanal i YouTube-s, që si çap po janë këto tash, i ka pas dikon për 10.000, 15.000 vet. Pikërisht fakti që ai ka dhënë intervista shumë rrallë, do duhet kishte shumë më tepër. Sakt. Shikues shumë më tepër. Ju ka pasur publiciteti madh asaj interviste. Edhe e këshyrshin 20-30 vet. Intervistat më të mira të Ismail Kadaresi kanë 40.000 klikime, një influencer TikTokut ose Prime Big Brother 300-400.000 vet.